Të merë në Athinë, Daja ngacmoi seksualisht niprit 2 dhe 4 vjeç, bashkëpunoi me shqiptarin homoseksual. Doja të kënaqja. Një ngjarje tronditse ka ndodhur në Greqi ku një 20 vjeçar me shtetësi rumune ka ngacmuar seksualisht dy niprit përkatësisht të moshës 2 dhe 4 vjeç. Ajo që është edhe më e tmerrshme është se mbi të gjitha, ngjarja ndodhi në prani të mikut 40 vjeçar homoseksual të Dajës me origjinë shqiptare. 2 burrat madje i kanë filmuar aktet e tyre me 2 fëmijë të moshës vetëm 2 dhe 4 vjeç. 2 autorët u arrestuan për akte seksuale ndaj fëmijëve, ndërsa raportohet se gjithçka ka ndodhur kur nëna e fëmijëve, motra e 20 vjeçarit, ja kishte lënë fëmijët për të kujdesur. Mediat greke theksojnë se ndaj fëmijëve janë kryer akte të turpshme, por fatmirësisht ata nuk janë përdhunuar. Gjithçka u zbulua kur 4 vjeçari po kryente veprime të çuditshme për të cilat i tha nënës se i kishte kryer më parë edhe me Dajën. Nëna e fëmijës e tmerruar nga ajo që po dëgjonte, menjëherë paraqiti një ankesë tek autoritetet me një psikolog fëmijësh dhe një mjek ligjor që ekzaminuan 2 djemë dhe më pas u lëshua një urdhër arresti për të 2 burrat. Edhe më skandaloz është fakti se 2 burrat filmonin aktet e neveritshme që kryenin ndaj të miturve dhe i kishin ato të ruajtura në telefonat e tyre celular. Në fakt, telefoni celular i 20 vjeçarit u gjet me materialin e lartë përmendur si dhe një numër skedarësh të tjerë pornografik që paraqitnin djemë të mitur rreth moshës 5 vjeç. Para policisë, Daja i fëmijëve dyshohet se i pranoi akuzat duke pretenduar se bëri gjithçka që bëri për të kënaqur 40 vjeçarin, ndërsa 40 vjeçari dyshohet se mohoi pjesëmarrjen e tij duke akuzuar 20 vjeçarin dhe pritet të dalë para gjyqtarit hetues të enjtën.